Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka bërë të ditur se marina franceze ka ndalur një anije cistern të vendosur në sanksione ndërkombëtare e cila ishte nisur nga Rusia. Sipas Macron, operacioni është zhvilluar dje në Oqeanin Atlantik me mbështetjen e disa partnerëve ndërkombëtar, përfshirë edhe Britaninë e Madhe dhe në përputhje të plotë me ligjin detar ndërkombëtar. Në një reagim në rrjetin social, ai theksoi se veprime të tilla janë të papranueshme, duke akuzuar anijet që shmangin sanksionet se shkelin rregullat ndërkombëtare dhe kontribuojnë në financimin e luftës së Rusisë kundër Ukrainës. Është e papranueshme që anijet të anashkalojnë sanksionet ndërkombëtare, të shkelin ligjin e detit dhe të financojnë luftën që Rusia ka zhvilluar kundër Ukrainës për më shumë se 4 vjet, u shpreh Macron. Ai shtoi gjithashtu se anijet që operojnë jashtë rregullave detare përbën një rrezik më të gjerë, jo vetëm për sigurinë e lundrimit, por edhe për mjedisin. Këto anije, të cilat nuk respektojnë rregullat bazë të lundrimit detar, përbëjnë gjithashtu një kërcënim për mjedisin dhe sigurinë e të gjithëve, paralajmëroi presidenti francez.